Protestat kundër projekteve investuese në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit kanë vijuar me një pjesëmarrje të konsiderueshme të qytetarëve. Tubimet e organizuara nga përfaqësues të shoqërisë civile, ambientalist dhe banor lokal kanë sjellë bllokimin e disa prej akteve kryesore në qendër të kryeqytetit. Sipas raportimeve nga tereni, numri i njerëzve që mbushën rrugët gjatë ditës së dielshme arriti në rreth 60.000 protestues, duke shënuar një nga shifrat më të larta të pjesëmarrjes në marshimet e fundit. Gjatë këtyre ditëve të tubimeve, protestuesit kanë marshuar me banderola ku shkruhej Shqipëria e re, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj projekteve miliarda euroshe të propozuara nga kompania e Jared Kushner në zonat që konsiderohen të mbrojtura ekologjike, siç është rasti i Nartës dhe Zvërnecit. Ky reagim masiv ka sjellë edhe një angazhim të shtuar të kryeministrit Edi Rama në rrjetet sociale, i cili përgjatë 9 ditëve të fundit të protestave ka bërë qindra postime lidhur me qëndrimet e qeverisë ndaj investimeve strategjike dhe zhvillimit ekonomik. Debati është zhvendosur edhe në takimet publike të kreut të qeverisë. Gjatë një fjalimi të mbajtur në qytetin e Elbasanit, kryeministri Edi Rama u vu në qendër të vëmendjes për shkak të disa lëvizjeve dhe gjesteve trupore, të cilat u interpretuan gjerësisht në media dhe rrjetet sociale si një tentativë për të ironizuar apo imituar njërin prej moderatorëve të njohura të ekranit shqiptar. Ndjekësit dhe platforma mediatike raportuan se lëvizjet e kryeministrit përshtaten me një post të moderatores Fioralba Ponari, të cilën ajo e kishte realizuar gjatë një vizite në Paris, pranë kullës së Eiffel. Pas përhapjes së këtyre pamjeve dhe krahasimeve në rrjet ka ardhur edhe reagimi i vet moderatores Fioralba Ponari. Përmes një postimi në llogarinë e saj, ajo ka ndarë një video të shoqëruar me një mesazh të drejtë për drejtë ku shkruan: "Ata gjejnë mënyra për të na censuruar në Shqipëri, ne gjejmë mënyra për të shkuar përtej kufive." Ky reagim vjen në një moment kur tensionet rreth investimeve në Bregdet dhe qëndrimeve të figurave publike janë mjaft të larta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.